Të mirat nuk po ndalen për gjestnin, fituesi Big Brother VIP Albania arrin një tjetër sukses madhështor, një javë historike për të. Gjestni me 19 prill u shpas fitues në finalen e Big Brother VIP edicioni 4, duke rrëbyer edhe çmimin e madh prej 100.000 eurosh. Por suksesi nuk ndalet me kaq. Sukseset vazhdojnë edhe jashtë. E i pari sukses që përmendet këtë javë ka qenë profili i tij në Instagram, i cili ka shpërthyer duke arritur më në fund shifrën prej 600.000 ndjekësish. Kjo rritje e madhe dëshmon për dashurinë e madhe që publiku ka treguar për të gjatë gjithë rrugtimit në Big. Natën e mirë ishte fraza me të cilën gjesti mbylli finalen, por për të duket se ky është vetëm fillimi një rruge më të ndritur në karrierën publike. Me këtë fitore, por edhe me Instagramin plot me followers, duket se ai ka nisur edhe menaxhimin për reklama, teksa është bërë me dije edhe numrat e kontaktit për reklama nga Instagrami i tij, një burim tepër i madh fitimi sipas tij. E dyta janë edhe komentet nga këngëtarët më të famshëm në botë. Në një postim të fundit, teksa gjesti ka bërë me dije se do jetë pjesëmarrës në post Big Brother, në postimin e tij ka komentuar edhe këngëtari shumë i njohur australian, Dan Lewis, i cili është një prej këngëtarëve më të njohur në botë. Mega hiti i With You është vendosur në postimin e gjestit, postimi i cili ka çuar që ai të komentojë me zemra të kuqe, duke kujtuar se edhe emra të mëdhenj shqiptar si Granit Xhaka, Dafina Zeqiri, Noizi e të tjerë kanë qenë në përkrahje të gjestit. Nga ana tjetër, fitoria më e madhe e gjestit ka qenë mosmbajtja e premtimit që bëri ditën e fundit në Big. Deklarata e tij e fortë për reglin se kam jetën të tmerrshme jashtë dhe se një femër si ti nuk mund të më durojë as 2 minuta, sapo të dal do kesh blok, ka bërë që fansat me njëherë të ndjekin çdo lëvizje të gjestit, i cili duket se kjo mosmbajtje fjale ka qenë më e bukur për ta, pasi të gjitha kanë parë si një shif të bukur me Eglin. Dyshja së fundmi kanë qenë edhe në Pej, teksa janë rikthyer për mbrëmjen në 25 prillit ku do jetë koncerti i tij i parë. Rekordet për të vazhdojnë, teksa nga burimet e brendshme u zbulua se çmimi për koncertin e parë ka arritur në 20.000 euro.